Aleksandër Koçeku ka mbetur viktime një atentati me armë zjarri në aksin rrugor Kier Prekal. Pistë kryesore e hetimit nga policia mbetet ajo e gjakmarrjes. Një atentat i organizuar me kujdes i mori jetën 40 vjeçarit Aleksandër Koçeku përgjatë aksit Kier Prekal në Shkodër, dhe ngjarja e grupi hetimor ka sekuestruar 25 gëzhoj automatiku, të gjitha të qitura nga njëjta armë, çka tregon se autori ose autorët kanë vepruar me një plan të mirë organizuar dhe kanë synuar eliminimin e viktimës. Sipas hetimeve paraprake, Koçeku i është zënë prit teksa lëvizte me automjet. Ai është qelluar me breshëri dhe ka humbur jetën në vend. Viktima u gjet nga një kalimtar i rastësishëm, i cili njoftoi menjëherë policinë. Ekspertët kanë kryer kthyrjen e vendit të ngjarjes, ndërsa po analizohen çdo provë materiale që mund të çojë në identifikimin e autorëve. Megjithëse hetimet janë ende në fazë fillestare, burime pranë grupit hetimor bëjnë me dije se pista kryesore lidhet me konfliktin mes familjeve Koçeku dhe Shkambi, i hapur prej vitit 2017. Atëherë Artan Koçeku, vëllai i viktimës së sotme, vrau me armë zjarri Anxhelin Shkambin. Familjarët e Aleksandër Koçekut e lidhin atentatin pikërisht me këto konflikt. Sipas tyre, 40 vjeçari jetonte prej vitesh nën frikën e hakmarrjes dhe lëvizte gjithmonë me kujdes. Deklarimet e tyre kanë forcuar dyshimet e hetuesve se ekzekutimi mund të jetë kryer në kuadër të gjakmarrjes. Më thanë orëzve makinën në kohën Kirit. Është të nësë më në lëshë mas më rëpë se kishëm poshtë atje, asë me kërkën. Nga shkur një të thonë në va telefonin njështë. Një të shmerë me makinë si ullë prej nëtë. Qa keni? Babën e ti e këm bashkë dialogët. A ka pas një problem? Keni pas djeni që ka pas një konflikt, ka një problem? Konflikt si e din në shteti, e din gjithë kush. I konflikt si këna pas, për ti e tërse di. Po ashtë rujt apo ka do lirëshë? Rujt është për... duhet me hangër. Nuk ka që banë kush me rëndë si duhet me hangër. Në me dekë unit në... Qa dyshime shkeni? Në këllaj konflikt si e din një dhe ju për shalë, se në këna njën burë për një atë punë, si ka pas i zhakë bërë që t'i punë. Si e din një dhe ju, thëmë. Dhe t'i gjithë kush për shalë. Për ti të gjënë u së di. Për një atë në vësh, po thëmë. Pa nejmë, për jemë thënë se i ka dasht me dalë, se ka papunu një furë bukët, Shkodër të Illanë në rivetë. Paralelisht, prokuroria po verifikon edhe një tjetër element të rëndësishëm. Aleksandër Koçeku ishte person nën hetim në dosjen për vrasjen e 19 vjeçarit Pavlin Preka, ngjarje e ndodhur në shkurt të vitit 2015. Ndërkohë, hetuesit po administrojnë pamjet e kamerave të sigurisë përgjatë itinerarit të ndikur nga viktima, pasi zona ku ndodhi atentati nuk monitorohet me kamera. Policia dhe prokuroria vijnë hetimet në disa pista, me fokus dokumentimin e plot të ngjarjes, identifikimin dhe arrestimin e autorit ose autorëve të ekzekutimit.